Kush është spaku që do doje ti, Zhdima, se ti jetë kritik shumë i madh, je kritik sigurisht me bazat e tua, të cilat i argumenton me bazë ligjit, me bazën e perceptimit tuaj personal. Kush është spaku i 2026 që do doje ti? Çfarë do doje të shihje në 2026-ën? Le të themi si çështje hetimore, nuk po flasim për burgun, se burgun e thamë është një diskutim që a debat. Njërën e thej që të merret Rama në pyetje. Tjetër çfarë do kërkoje ti ndryshe? Unë nuk pres nga spaku që të ndaloj punën, sepse më pëlqen mua që spaku s'duhet të hetoj. Mirë, spaku ka për detyrë të hetoj, po jo të bëj statistika. Dhe jam shumë i qartë për këtë. Por ajo që spaku nuk e bën është flagranca. Pra, nuk do ta bëj. Edhe tani me krimin organizuar këto prallat më mbret që do të shikojmë në TA, nuk do ta bëj. Thjesht do bëj sikur po e bën. Flagranca është gjëja më e madhe në kodin e procedurës penale. Pra unë, sapo po kryen krimin të kap aty në flagrancë, brenda 72 orëve gjatë kohës së flagrancës. Këtu për mua quhet spak. Jo spak, shiko po na vin disa letër porosi, shiko ne po presim ndodhi rasti në Rinas, e ka marrë prokuroria posaçme ta hetoj? Se dim. Jo, sa them unë nuk e ka marrë. Çfarë thoshte Dumanit na sjellin me shkrimin e, ore, a janë vetë apo bën vetë këta njerëz? Shiko, zoti Zhdima, spaku do provohet në dy çështje. Në çështjet ku është implikuar zonja Balluku, që ka të bëjë me çështjen e Unazës së Tiranës, sepse janë ende të pakolauduar si punime, nuk janë dorëzuar. A edhe ne qarkullojmë aty në... S'kan mbaruar. Pra ne qarkullojmë edhe nuk janë kualifikuar. Po ne qarkullojmë edhe në tunel. Çfarë thua? Ne kemi futur një vit, kemi qarkulluar në tunel, edhe pse kishim dëgjuar që kishim dëgjuar ekspertët grek apo italian që nuk ka kushte sigurie. Jo vetëm aty në tunel, po në disa tunele. Unë nuk po i përmendim tani për etik, meqense më kërkoni dhe unë të bëhem me etik, nuk bëhem dot me etik se i till jam. Unë jam i drejt për drejt, dhe unë qytetar po them të vërtetën. Ky kam qenë, ky jam, ky do mbetën. Le të jemi keq i vetes, po të vërtetën duhet t'ia them qytetarëve. Problemi qëndron që spaku ka drejt të provohet tek Unaza e Tiranës, ka drejt të provohet tek vjedhja e naftës, bankersi, sepse vazhdon akoma vidhet Shqipëria, dhe në mënyrë të veçantë që ka të bëjë me flagrancën, jemi në procesin e ndërtimit të aeroportit Vlorës, ku është prononcuar publikisht, dhe nuk dia e ka thirrë spaku, Begjet Pacolli, është në prokurori Tiranës, një biznes. E me gjithë se ka nisur dhe një jetim në spak, e drejtë, ka nisur dhe një jetim në spak, e drejtë. Të lutë, kanë dalë emrat e agallarëve. Në momentin që dalin emrat e agallarëve, fillon spaku. Po, shiko, ore ta heqim fjalën spak drejtësia e re. Themi drejtësia e re sepse të gjithë kanë kompetencë për ta mbrojtur Shqipërinë. Po. Tani, Begjet Pacolli ka deklaruar një shifër shumë të madhe, që flitet për 150 milion euro. Po. E nëse spaku nuk do të veprojë në flagrancën për të gjetur 150 milion euro që ka deklaruar një biznesmen, do ta thoja i nderuar për Shqipërinë, se këtu në Shqipëri s'ka bërë gjë, po ka qenë një figurë e shtetit Kosovës, se ka qenë presidenti i Republikës Kosovës, deputet, dhe nuk jam këtu për ta mbrojtur, ai ka mund të ketë ato problemet e veta, por fakti që ka deklaruar që më bën pabesi, se më sollën turqit, pa e ditur, e mi futën në pjesë, pavarësisht çam kishim premtuar, spaku tulet edhe të shikoj vetëm kontraditat e bisedës midis Ramës, Ballukut, Begjet Pacollit dhe veprimeve konkrete në aeroportin e Vlorës. Por ka një problem. Po. Unë kam një informacion që ai 2% që ka hinë lojë. Që 2%? Po. Po një që ka hinë një konkurrent, një ortak me 2%, po, nuk është i paqenur, se përfaqëson dikan. Dhe ndaj do të shkonte ai 2% dhe të shkonte 49 ose 51% dhe të bëshin dalje Begjetas. Nuk e di. Një mik të Ramës. Tani, unë duhet të them... Ose më mirë themi një vlla të Ramës. Po, unë duhet të them edhe diçka... Një si vlla.
Për zotin Rama, kjo më duket është edhe një përgjegjësi politike, se me sa mos gaboj unë në 2021 ishte një premtim elektoral që do ndërtojmë aeroportin e Vlorës, mos e gaboj unë. Pra do të thotë që zoti Rama e kishte premtim, dhe përderisa e premtoi, do thotë dhe organizoi skemën për të ndërtuar. Tani a është ndërtuar me ndërshmëri apo jo, ne se di. Por kjo është mbetë një skandal. Ta kërkoj një nder. Po. Më kujtove një diçka, edhe du për ato qytetarët, bashkëqytetarët e mi, t'u jap një lajm të mirë pritur që Rama i terrorizoi për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës. Dhe nga dje ka vdekur. Hidrocentrali Skavicës nuk do të bëhet më, nga dje. Pasi është hequr nga programet afat mesme dhe afat gjate të qeverisë shqiptare, për shumë arsye të cilat do të kemi kohë të ndërgjegjësojmë bashkëqytetarët Dibrand, sepse e kam pas çekiq mbi kokë dhe ca shkencëtaruca dhe inxhinieruca, dashamirës dhe servil të qeverisë që argumentonin që bëhet për dy arsye, për të shtuar energjinë elektrike dhe për të parandaluar përmbytjet në Shkodër. Unë ju them sot, nuk do të keni ma mundësi të bënin genocid në popullin e Dibrës, të mbytni përjetësisht 35 fshatra me 20.000 banorë në Dibër për të parandaluar përmbytjen e përkohshme të 600 familjeve në Shkodër. Jo, Dibra nuk do të mbytet nga liçeni i Skavicës dhe nga projektet e Ogurzeza të qeveritarëve shqiptar të kuq dhe blu. Pasi atë projekte kam pas ëndër zyrtar të gjitha qeverit për të vjedhur për vete dhe jo për t'i bërë mirë Shqipërisë. Andrej Prençi. Po vazhdonim zhlima bisedën e një spaku sipas standardeve tuaja ideale. Po, mbaroi flagranca, pastaj duhet kemi parasysh që spaku ka zvarritur shumë dosje, pavarësisht se i kanë të regjistruara. Dosja Balluku nuk është thjesht lajmi i fundit, por është thjesht fakti i përditshëm, i përditësuar gjithmonë në rastin e spakut. Një kallëzim penal i 2021 del si rezultat i 2025-s edhe kërkohet të jo thjesht mas sigurimi fillestare, por tregohet qartësi që prokurori kërkon të bëj një show politik duke bërë fillimisht duke marrë panderur zonjën Balluku dhe në fund fare duke kërkuar pezullimin e detyrës së saj dhe pasi nga pezullimi kryeministri u detyruar gjykatës kushtetuese, patëm rastin duke parë që bëri kërkesën për heqjen e imunitetit. Pra, këto dy fakte na tregojnë qartësi që spaku nuk ka pjekuri juridike të dur apo nuk ka guximin e dur në momentin e dur. Pra do të thotë që ne nuk mund të presim nga një prokurori e cila është ardhur nga një sistem më parshëm, që janë plepat një, të rivazhdoj frikën, procedurën dhe zvarritjen të pa qëllim, ose më mirë një zvarritje e cila nuk ka justifikim, të na thotë që ne sapo themeluam, ne nuk ishim gati, pra më fal, kjo drejtësi nuk është drejtësi e re në kuptimin që këta i morëm nga bankët të shkollës dhe i futëm në krye detyrës. Këta i morëm nga institucionet të drejtësisë së mëparshme, i hoqëm nga aty, i çuam po të dhe njëjta strukturë që quhet drejtësi, ose të njëjti sistem drejtësi, dhe i tham, çuna, goca, jeni gati të luftoni edhe flagrancën, edhe mos zvarrisni procesin. Dhe jo me justifikimin që kemi dosje, sepse, shiko tani, jemi realist tani. Dosje kanë. Dosjet ka gjykatat dhe prokuroritë të zakonshme, se kanë shumë subjekte, pra kanë gjithë qytetarët shqiptar. Ata kanë 140 deputet dhe funksionar publik. Tani nuk janë të gjithë funksionar publik. Edhe kriminal. Ku i ke? Po kush jetoj grupet kriminale? Po ku ka më grupet kriminale? Të pafajshëm do t'i kesh në burg, të pafajshëm do t'i kesh në burg ta garantoj unë ty. Të fajshëm do t'a kesh, ngjarja si ndodhi në Rinas, spaku do të kishte shku në flagrancë, do të thoshte prokurorit të Durrës apo Tiranës kush e kap, ik zhduku ti se do ta marr unë sepse unë kam të gjithë infrastrukturën për të parë situatën ashtu siç duhet. Dhe jo ne të presim të ndodhi ngjarje kriminale në Shqipëri, edhe thot spaku, pasi erdhi mos kompetenca nga gjykata nga prokuroria X, unë tani po hetoj. Jo zotri, krimi organizuar
luftohet në flagrant, sepse ne jetojmë në atë qytet, jetojmë në këtë vend dhe në çdo moment një band kriminal mund të vrasë një band tjetër, por në sy të qytetarëve të pafajshëm. Jo sa ata që vrasin njëri tjetrin janë të fajshëm, por edhe ata të pafajshëm janë, pse zgjedhin rrugën më të gabuar të larjes së sapesh. Por puna është si ka mundësi të përfshihemi ne, si qytetarë të thjeshtë të këtij vendit, në konflikte midis grupeve kriminale, sepse kryeministri ose minimalisht kemi riskun. Kemi riskun, kryeministri i vendit tha hëngshin kokat e tyre. Ore, a derisa e tha kryeministri i tyre të paktën le të hajnë përpara kryeministrisë. Po jo të çdo deri qytetarët shqiptarë ne qarkullojmë nëpër autostrada dhe kemi frikë të qarkullojmë për sepse situata është e pasigurt për shkak se nuk ka as policia e shtetit nuk është në nivelin e Durrës, është policia e partisë, se kemi thënë vazhdimisht këtë rastin e kryepolicis që çfarë bëri kryepolici? Doli në një konferencë për shtyp dhe normoi një ligj. Çfarë? Parkim makinave 2 fish për bën vepër penale. Ku ndodh këtë në një vend demokratik më? Ku ndodh në një vend që ka një të paktën polici shteti dhe jo polici partie? Kur nuk ndodh kjo gjë? Prandaj them që unë nuk është se pres një gjë shumë të madhe, sepse unë dua në detyrën time si avokat, unë i kujtoj gjithmonë gjykatës në proces niveli i saj ku duhet të jetë kushtetues. Në rast se gjyqtari bën pakt dhe është në pengmarrje, unë s'mbaj përgjegjësi sepse ai ka shkalluar. Edhe prokurori ku është në pengmarrje, se ka ndryshuar mbiemrin ose ka bërë ndonjë gjë, ka bërë ndonjë video seksuale, korrupsioni, unë se mbaj peng atë. Ai ka mbajt vetë peng vetën e tij, jo unë. Edhe i kujtoj edhe prokurorit dhe gjyqtarit që të dy ju do mbaroj dita e punës tuaj. Po do të dilin te kjo shoqëri, nuk të jep ty asnjëri amnisti. Leja atë që thënë do të ja marrin azilja shtetit. Pra, kjo narrativ që është ndërtuar që prokurorët e posaçëm dhe gjykatësit do të ikin nga Shqipëria sepse do fusin këta në burg edhe ne do shpëtojmë, ky është një mashtrim sepse raste të ndryshme, ajo edhe rasti i Madurës, po do kalojnë e çfarë Trumpi, ore do qeverisë nga partia e tij derisa të gjejmë radhën të futemi ne dhe të mbështesim dikë tonin. Pra do thotë që edhe pse ja. Shkurtimisht, dosin akshi, si ke parti? Është një tim cilësor ku dalin personazhe të kësaj natyre. Kupton ti që s'pak ka bërë një gjysmë punë aty? Sipas konceptit tuaj avokat. Rasti i Akshit ishte një rast i cili filloi dhe cenoi interesat e brendshme të Spakut, cenoi sigurinë, cenoi vijat e kuqe, jo sepse ishte momenti për të arrestuar, por sepse në një moment të caktuar edhe vetë njerëzit kur janë të detyruar jo me dëshirën e tyre, po me detyrim të dhunshëm, të bëjnë disa veprime në fund fare shpërthejnë dhe është natyra njerëzore të shpërthesh ndaj një person që të bën ditë për ditë presion, sigurisht që do të marrësh një mas, por më lejon të them një fakt tjetër. Zoti Dumani ishte personi që ishte, do thosha, afër zotit Manja, Ulsi Manja. Një foto qarkullon dhe asnjëri nuk e ka fshehur, një takim privat të tyre. E drejta e tyre të bëjnë takime, po ju e dini shumë mirë që nesër njerëz merren në qafë për arsye takimesh. Interpretojnë takimet, bën thashë them. Pra këtu kuptohet qartësi që zoti Dumani ka marrë politikisht një garanci që Partia Socialiste fiton mandatin në 4 ashtu siç ndodh në realitet që Partia Socialiste me gjithë këto arrestime, procedime, statistika, dështime, zoti Prençi i përmend të gjitha dhe sikur të ishte pra përfaqësues partie dhe vet Partia Demokratike që partia e dytë nuk i thot këto dështime që tha zoti Prençi. Pra, duke marrë të gjitha këto si referencë, zoti Rama nuk mund të marrë 83 mandate duke pasur task force-ën e zotit Dumani aty në krye detyrë si do t'i kapë të gjithë në flagrancë. Pati unë të arrestuar nga Partia Socialiste? Jo, nga opozita. Dhe madje u morën me një parti të Enkelejta Liberit në Fier. Pra, e kupton tani çfarë të Spaku? Ik nga kjo. Zoti Dumani në momentin e fundit, për shkak të inatit se e tradhtoi edhe Ulsiu, për garancinë që do të merrte mandatin e dytë dhe do të ishte ai edhe do të ikte si kryetari i Spakut me kokën lart, dhe do të bënin ata një pazë, do të bënin një taktik të bukur, të bënin ndryshime të ligji organik, s'ka rëndë si kushtetuta, se këta për kushtetutin për një ditë e bëjnë, dhe zoti Duman të ishte dhe të emëronte përsëri kryetari i Spakut me ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Kjo gjë nuk ka arrit, sepse patët shumë mirë rastin e komisionit Xhafa që u ndërpre dhe pastaj rifilloi. Kur Dumani pas ka shërbyer kaq shumë mirë Ulsi Manjës dhe qeverisë, pse nuk ja dhan këta shdima? Një sekond. Meqense po thoni kështu. Një sekond. Dhe pastaj zoti Dumani tha
tani kemi këtu të bëjmë me një dosje shumë të fortë, që është Akshi. Dhe para se zoti Dumani të firmoste aty, ke në një firmë, ke zotin Xholi, kandidatin për të marrë drejtimin e SPAK-ut dhe firmos në emrin dhe për llogaritë të zotit Dumani, për shkak se zoti Dumani ishte mos gabojmë në Bruksel duke raportuar atje. Dhe kjo gjë pse ndodhi, sepse pabesia, prandaj ju thash, janë këto pakte të cilët ti bën pakt dhe në fund fare quhesh i tradhtuar. Kush e tradhtoi Dumani? Partia Socialiste, zoti Rama dhe zoti Manja. Shumë që përmendë Xholi. Po zoti Xholi ishte personi që u detyrua të firmosë në fund fare dhe në fund fare për shkak se firmosi anëtarët e Partisë Socialiste që janë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nuk votuan atë, po votuan zotin Brau, sepse ne kemi thënë shumë mirë këtu që zoti Brau do emëronte sipas fotografive që kanë nxjerr ambasada amerikane. Dhe ne kishim paraprik këtu që zoti Brau do emëronte sepse në çdo foto dilte Dumani, dilte aty Brau. Dilte Dumani, dilte Brau. Pra, në çdo vend dilte Dumani kishte edhe nga një Brau nga mbrapa. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë që është ndërtuar e bukur që do duket në publik që amerikanët, ndërkombëtarët, afrikanët bëjnë namin, e kupton? Por ju duhet keni parasysh diçka. Kur merrni një kredi, kontratat tek kredis janë ato që ne themi ose kur bën një kontratë ti, janë disa shkronja janë të rregullta, i shikon. Kanë disa kontrata që janë disa referime dhe ato janë në gërma shumë të vogla. Pra nuk i shikon dot, duhet patjetër të shikosh me kujdes. Dhe aty unë them gjithmonë fshihet djalli në detaje. Dhe ajo është detaje, pra detajet të cilat kemi parë rast pas rastet, të rastet edhe të zotit Dumani dhe zotit Brau, do të shikosh që aty fshihet një detaj fort dhe atë detaj nuk e dim ne dhe nuk del në haprat e para fillestare. Ajo do dal pak më vonë. Ajo do dal në një moment të caktuar. Prandaj ju them që duhet mbajmë pak frenat, sepse duhet parë gjithmonë se si zoti Rama do të reagojë në ngjarje të cilës është përfshirë ai. SPAK-u në fund fare mund të bëjë vetëm këtë, zvarritje në një dosje, jo asgjësimin, sepse asgjësimi bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, në rast se Sali Berisha dhe Edi Rama bën pakt. Që nuk e kanë të vështirë.